Mbrëmja e 15 e spektaklit më të ndjekur në Shqipëri, Ferma VIP 3 solli në ekranin e Vision Plus një tjetër natë plot emocione, përballje, tensione dhe plot surpriza. Me rezultatet e televotimit. Pas një televotimi të hapur që prej spektaklit të së hënës, publiku vendosi fillimisht të shpëtonte Sarën, e më pas edhe Blerinën. Në fund të garës mbetën Henry dhe Vanessa, ku rezultoi se këngëtarja ishte fermerja më pak e votuar nga publiku, duke ndërprerë kështu rrugëtimin e saj në këtë pikë të lojës. Në qendër të vëmendjes ishte finalja e madhe dhe çmimi i shumë përfolur i këtij edicioni. Në finale do të shkojnë vetëm 5 fermer, ndërsa gara për çmimin e madh është bërë edhe më e fortë pas uljes së vlerës së tij nga 200.000 euro në 139.000 euro. Por surpriza nuk mbaroi me kaq, pasi Agai vendosi që edhe finalistët e tjerë të shpërblehen me nga 10.000 euro secili. Për finalistët të jap edhe 10.000 euro për secilin. Një tjetër moment që ndezi menjëherë garën ishte sfida e arit të finales. Në ambientet e fermës janë fshehur 8 shufra ari, secila me vlerë 5.000 euro. Fermerët do të duhet të gjejnë vendodhjen e tyre në një sfidë që do të tregojë se kush ka më shumë ambicie për finalen dhe kush është gati të luftojë deri në fund për çmimin e madh. Detyra juaj për ditët në vijim është të gjeni thesarin. Hyrja e Kostanës së Zhakut ka trazuar ujëra gjatë këtyre ditëve. Vajzat janë bërë pjesë e konflikteve dhe debateve, jo vetëm gjatë ditëve të qëndrimit të tyre, por edhe gjatë spektaklit të mbrëmshëm. Gjithashtu pas shkeljes së rregullave në fermë, Zhaku dhe Kostana u përballën me një ndëshkim të fortë nga Agai. 2 fermerët u dënuan të qëndrojnë të izoluara në zonën e fakirit deri të hënën. Në vijim të spektaklit u zbulua edhe një tjetër avantazh i rëndësishëm. Zhaku dhe Kostana rezultuan 2 fermerët më të votuara nga pjesa tjetër, pa e ditur se kjo do t'u siguronte imunitet për javën në vazhdim. Ndërsa pjesa tjetër e fermerëve shkojnë automatikisht në televotim, përveç Indrit që është në rolin e kryefermerit. Publiku do të shpëtojë më të preferuarin, ndërsa pjesa tjetër shkojnë në një sfidë. Në fund të mbrëmjes, Ferma VIP 3 solli edhe 2 hyrje të reja. Klevisa Gega dhe Sorgini ju bashkuan fermës në një moment ku aleancat, strategjitë e tensionet janë më të forta se kurrë. Me zhvillime që sa vine bëhen më të tensionuara, Ferma VIP 3 vazhdon të jetë një temë e nxehtë diskutimi në rrjetet sociale dhe jo vetëm. Të gjitha dinamikat e fundit mund t'i ndiqni live në 2 kanalet e dedikuara, si dhe në përmbledhjen ditore në orën 17 në Vision Plus. Shihemi të hënën edhe bashkë. Kalofshi bukur fundjavën, natën e mirë.